Hysni Gjafer Duraku, i lindur më 1 i 1960 e një dhe ra në betej më 3 i 12 i 1998. Krushës së madhe të Anadrinit, në dhjetor të vitit 1998, i ra për hise një provë e rëndë. Anadrinasve e veçanërisht Krushës të prof. Ukshin Hotit, u ra mbi supë një barë, të cilën po e bartin që atëherë ku në vendindjen e Bajram Curit e të profesor Ukshinit u hapën 8 themele për shtëpita amshueshme të përjetësisë së bijve të tyre, që u bën bi të këtij kombie që ran në pashtrik, me has andej, e has këtej. Vetëm pak metra pa arritur në breg të drinit të bardhë të skuqur me gjakun e hotëve të Krushës së madhe. Dhe kështu, në atë dhjetor, Krushës i pati rënë që në terin e asaj nate të dhjetorit të shqetësuar t'i thon fjalët e burërisë, para burrave dhe para krenarisë kombëtare, sepse ky fshat lindi, rriti e mbajti burra, e në atë dhjetor të vitit 1998 ia fali shqiptarisë profesor Muhametin, studentët, Sinanin, Hidan, Sedatin, Isakun, Ismetin, së bashku me Skënder Hamelin e Hasit e Hysni Durakun e Krushës, sepse për Hysni Gjafën e Gjaf Avdis, Kosova ishte shumë e dashur, më e dashur se luksi i perëndimit, e më e ëmbël se komoditeti standardit në kurbet, sepse deshi që jetonit e dritonit, tuale një Kosovë të lirë, tuale trojet e bashkuara etnike. Prandaj, edhe sot, për nderin e kësaj burërie e krenarie që ruajnë, dhe mbajnë anadrinasit e Krushës së madhe, nuk bëjnë gjë me vaj për profesorin Rapsod, Muhametin, e as asianët nuk vajtojnë për Skënder Hamelin, krushanët nuk rënkojnë për studentët e Vatrës Otjan. Sinanin e Abazit, Hidan e Isait, Sedatin e Azizit, Isakun e Ademit e as për Ismetin e Dautit, e nuk bëjnë kukam as për Hysni Duraku, por duan që t'i qajnë hallet me ata që shkuan, dhe ta bëjnë dert këtë punë me të gjithë. Këta që mbetën dhe kështu, së bashku, krushanët duan t'i përkujtojnë detyrat që ishin edhe amanete të shenjta të bijve të tyre, vëllezërve të prof. Ukshin Hotit, e që ky amanet do të jehoj deri në përmbushje. Vazhdoni aty ku mbetëm ne. Këtë amanet u ale edhe Hysni Duraku bijve të tij, dritonit e jetonit, njëri të ndriçojë e tjetri të jetojë, e të cilët sot janë të rritur për aq sa ta ndezin vatrën krenare në oxhaku mikpritës e bugdhënës të Gjaf Avdis e të Nën Bahris, bi kreshnike e bajramlimanëve të Krushës së madhe, që lindi Hysniun për tua bashkuar Adem Jasharit e Luan Haradinajt, për tua dhënë Tonit e Micit e për t'i lënë në pashtrikun plak, me has andej, e has këtej, e për t'i ndjekur Indrit Cara i Kavajës, Astrit Sulo i Beratit, Tahir Sinani i Tropojës, Ismet Jashari i Kumanovës e Myhedin Aliu i Porojës, së bashku me Pal Palucën e Melleshët e Vraniqit. Prandaj, edhe Hysni Gjafa ja ktheu shpinën kurbetit, sepse Kosova i dukej më e ëmbël, më lazëm për burra, ju bashku studentëve të Krushës së madhe, ju bashkua prof. Muhametit e Skënder Hamelit, për ta thyer pashtrikun, dhe më 3 dhjetor të vitit 1998 ndezi, luftën në vithet e pashtrikut plak. Hysni Gjafer Duraku, punëtor i vyeshëm, djali i dytë i Gjaf Avdis, nip i gashanëve trima e shtylla të rezistencës kombëtare, është i lindur më 1 gusht të vitit 1961, në fshatin Krushë Madhe, jo larg strehve të konakut të prof. Ukshin Hotit, doli prej një vatre patriotike, me babë e babgjysh të njohur, jo vetëm në fshatrat e Anadrinit, por anë mban trojeve etnike. Shkollën fillore, Hysni Gjafa e mbaroi në Krushën të Madhe, ndërsa të shkollën e mesme teknike në Prizren, e studimet i fillon në fakultetin Xehetaro, metalurgjik, në Mitrovic. Duke u shoqëruar me dajallarët e familjes së Bajramlimanit, e me Axhen Hilmi, të ndjekur, të përsekutuar e të strehuar për shumë vite në Shqipëri, qysh herët hyri në ilegalen, e cila vepronte në Krushë të Madhe e Drinas, Ishrat Koc, madje i mbështetur prej vëllezërve, Avdiut, Shaniut, Samiut dhe Selamiut, të cilët, së bashku me Muhamet Malsorin, Fitim Durakun, Enver Durakun, Bekim Gashin, Ismail Gashin, Niazi Gashin, Dalip Berën e me hotët Ragipin, Hidan, Sinani, Sedatin, Isakun, Ismetin, Xhavitin, Agimin, Halimin e Shukriun, e me Agim e Saminallin, sajonin bërthamën e mendimit të gatishmërisë për rezistencën e armatosur. Prandaj edhe ju bashkuan demonstratave të janarit të madh të vitit 1990, në krye me profesor Ukshin Hotin, kur edhe bien heroikisht, Halim Hoti, Agron Fetahu, Hilmi Krasniqi e Nesimi Elshani, të gjithë prej fshatrave, Krushë Madhe, Nagac, Hoqe Vogël e Celin të Anadrinit, të laku i dëshmorve në Brestos. Më 27 janar të vitit 1990. Sa andemi edhe Hysni Duraku nuk pushon së vepruari duke angazhuar tërë qenien e vet fizike dhe emocionale drejt çështjes së madhe. Ashtu siç e pati mësuar prej tët, Gjaf Avdis, prej Axhes Hilmi e prej dajallarëve, pasardhës të Bajramlimanit. Nëpërmjet vëllezërve dhe bashkëluftëtarëve, shokëve të idealit, Hysni Duraku i bashkohet Këshillit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për fshatrat Krushë Madhe, Celin, Nagac, Hoqe Vogël,
Brestos, qëndrese krushe vogël, dhe kështu sërish reaktivizon të bëmat e rinis me Xhelal, Hajdën, komandantonin dhe Selajdi Mullabazin Mici. Hyri sërish në plejadën e djelmoshave më të njohur për organizimin e luftës në fshatrat e Anadrinit, duke depërtuar deri në Prekaz e Glogjan. Ndëronte, si edhe shumë djelmosha të Krushës së Madhe, që të bëhej i madh si profesor Ukshini. Me shpërthimin e luftës, Hysni Duraku është pranë shokëve, gjendet në vijat e para të zjarrit, gjendet pranë Muhamet Malsorit, Ragip Hotit e Ismet Gashit, gjendet pranë Tonit e Micit. Mirë po, pas betejës të rasat e Ravecit, më 18 e 19 korrik të vitit 1998, Hysni Duraku së bashku me Xhelal Hajdën Tonin vendos për ta ripërtërir logjistikën e fshatrave të Lugut të Brestosit, dhe kështu rikthehet në Gjermani që të kontaktojë me veprimtarët e fondit vendlindja Thëret, prandaj edhe vazhdon veprimtari. Në gjysmën e nëntorit të vitit 1998 tenton të deportojë në Kosovë. Mirë po nuk i plotësohet dëshira, pasi ato ditë kufiri ishte bërë gardh e nuk deportonin grupet. Pas takimit me Fehmi Hotin, veprimtar i shuar nga Krusha e Madhe, i cili jetonte në Tiranë, Hysni Duraku i bashkohet grupit të studentëve të Krushës së Madhe, të cilët së bashku me Muhamet Malsorin bëjnë përpjekje maksimale për të deportuar në Kosovë, veçanërisht pas marrjes së lajmit për rënien e Tonit e Micit me 3 bashkëluftëtar prej Vushtrie, Etigje vëllezërit Samiun dhe Shaniun që ishin luftëtar në frontet e Anadrinit. Lajmi për rënien e Xhelal Hajdës Tonit, Selajdi Mullabazit Micit, Hamdi Hajrizit, Bektesh Halitit e Nezir Ymerit, te Kryqi Apterushit, më 6 nëntor të vitit 1998, i tronditi të gjithë luftëtarët e lirisë, dhe Hysni Durakut nuk i pritej më. Përpiqet që me çdo kusht të kthehet në Kosovë, në Anadrinin luftarak, në Krushën e Madhe e t'i bashkohet bërthamës së luftëtarëve, dhe kështu në fshatrat e Anadrinit të sajohet një front edhe më i fortë, edhe më unik. Këtë dëshironte ta bënte me Muhamet Malsorin e me Këshillin e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edhe përpjekjet për të deportuar në Kosovë ishin maksimale, por mundësitë shumë të kufizuara, pasi pashtriku dita më ditë forcohej me forca serbe të gjitha segmenteve ushtarake e policore. E sa ndemi edhe mundësitë që grupi i Krushës së Madhe të lidhej me ndonjërin prej grupeve që përpiqeshin për të deportuar në Kosovë ishin shumë të kufizuara. Ky ishte dhjetori i Krushës së Madhe, dhjetori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhjetori i pashtrikut të Egër, kur çdo gjë ishte mbuluar me borën e bardhë, por edhe me të zezën në lugun e zi të pashtrikut. Prandaj ndërsa maja e kunorës së Shkëlzen Haradinajt ishte mbuluar me të bardhë, krisi edhe rufeja në Krushën e Madhe. Atë ditë, për t'u kthyer Anadrinit, ishte nisur qeta e Muhamet Malsorit, në krye të së cilës ishte Skënder Hameli i Hasit me studentët e Krushës së Madhe e me Hysni Xhafer Duraku. Donin për të arritur në brigadën 124. Gani Pacharizi e t'i bashkohen batalionit të Grykës së Brestosit, që vepronte prej lakut të dëshmorëve në Brestos deri në breg të Drinit, ose prej urës së Fshajt deri te ura e Landavicës. Të gjithë ishin nisur me këngë në gojë, kallash në krahe me indeksa në xhepa, por edhe me shpresa se në Kosovën e lirë do t'i përfundojnë studimet e do të ndërtojnë ardhmërinë për dritonin e jetonin, për flakën e zgjimin, për Ermalin e Majlindën. Mirë po në lugun e zi dalin hienat e Karpateve dhe vërsulen fytazi, ka djelmoshat e Krushës së Madhe. Po thuajse ashtu si që ravizoi më vonë rapsodia për rapsodin Muhamet Malsorin dhe qetën e tij, për studentët dhe trimërinë e tyre. Për Skënder Hamelin dhe ropatet e tij në përpashtrik. Fillon rapsodia për Hysni Xhafën e Xhaf Avdis. Kërset pushka te lugu i zi, luftojnë djemto për liri. Ikin shkijet Roj Zabeli, po lufton Skënder Hameli. Pisket të madhe Bosh Jovani, lufton Hida, lufton Sinani. Vaj Medet na prishi Sedati. Ngulinov njaj Hysni Duraki, janë vllaznia e Met Malsorit, janë luftar Oto Ukshin Hotit, Isak Hoti, një trim Sizana, Ismet Dautin se bon Monona. Edhe hotjanët e Krushës së Madhe kënduan këngën e tyre të sprasme, por edhe shumë të hareshme për Kosovën e ndëruar matan Kosove, ndërsa në Krush u hapën plagët e 8 nënave, të 8 palmotrave, të 8 paltezeve hallave, vetëm për 8 konache afër. Pak dit pas rënjes së Tonit e Micit, e pak dit para rënjes së Muj Krasniqit me 40 shok, ndërsa Beqir Sefa e Met Malsori ja thonin ani moj Shqipni, mos thuj mbarova. Por, ja se edhe këto vite fluturuan si pulbardat në përrejt e shkrumbuara të Kosovës, të këtij trolli të djegur flak, për të cilin ndëronin edhe pëllumbat e Krushës së Madhe, ata zënë të shënojnë në përfaqet e ditarëve të tyre. Kur të mbaroj lufta, do të ngrehim livadhet e bukura e do të ndërtojmë pallatet e paqes e të lulëzimit, do të murojmë urat e mirëqenies e do të ndërtojmë fontana. E prej tyre do të rrjedhë një fat i mbar për të gjithë shqiptarët. Kështu pati shkruar në një faqe të ditarit të vet, arkitekt Hida Hoti. Por ja se fati nuk ja deshi që të arrijë këtë,
sepse ideali ishte më i fortë e Hida Hoti i pathyeshëm përqafoi pa vdeksi. Edhe netët e atij dhjetori ishin më të ftohta dhe shumë të errta, kurse pashtriku ishte plot e përplot me fantazma të gjalla e hije të hijenave. Të atyre që këngën e studentëve e të Muhamet Malsorit, këngëtar për herë të hareshëm, e kthyen në një simfoni funebër. Dhe kështu, atë ditë edhe Bilbili e ndali këngën për të lidhur një vaji për Krushën e Madhe, për Muhamet Malsorin, për Hysni Durakun, për Skënder Hamelin, për Hidan e Isait me vetëm 22 pranvera, për Sedatin e Azizit me 23 pranvera, për Ismetin e Dautit, për Isakun e Ademit e për Sinanin e Abazit, që nuk i pritën 24 pranvera dhe Ani Kosovë, Ani. Le të pushojnë në Krushën e Madhe dëshmorët dhe martirët e këtij, fshati të shënuar në faqet më të ndritshme të historisë së luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të cilën pati e nderuar profesor Ukshin Hoti. Dëshmori i kombit Hysni Gjafer Duraku, sot prehet pranë shokëve të Idealit. Shtëpia e tij e amshueshme gjendet nën kodrën e rrezeve të Krushës së Madhe, ku pushojnë edhe rreth 300 civil të vrarë, të masakruar e të zhdukur të këtij fshati. Për ta shënuar ditën e 3 dhjetorit të vitit 1998, tashmë tradicionalisht shtekton nëna Bahrie me bashkëshorten e Hysniut, Fiqerien Krenare, me dritonin e jetonin e me motrat e Hysniut, Çelebin, Hyri Shahin, Aishen dhe Fehmien, rrugtojnë kah pashtriku, në përplane e garazhup, bjeshkës përpjet, këtij mali të shkret, për ta nderuar, në përfërfëllas të dhjetorit, jo vetëm Hysniun, por tërë luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e për ta shënuar e paluar në kujtesat e nipërve e të mbesave. Atë dhjetor të pashtrikut, të egër, të mbuluar me borën e bardhë, por edhe me të zezën jo larg lugut të zi, ku ishte kënduar kënga e sprasme, por e hareshme për Kosovën e ndëruar matan Kosove, e për trojet e bashkuara në një flamur, ai flamur që valon në për pashtrikun e mbushur me lapidar, ndërsa thëret Prizreni, mori Shkodër si shqipnia i vend nuk ka. E fiqerie si mbeti krenaria për Hysniun dhe detyra e shenjtë amnore që ta ris dritoni me jetonin, duke i nërguar me burrinë të Hysniut, për të cilin Kosova ishte më e shtrenjtë se jeta. E liria i doli më e dashur se dritoni e jetoni. Për Hysni Durakun janë thurur vargje, e këndohen rapsodit, ndërsa me shkrimet e kopaskoshme, këtë dëshmor të kombit i kanë nderuar Penda e Bajram Kurtit, Agimet Bales e Milazim Bajrajt, ndërsa lapidari në malet e Garazhupit ruan emrin e dëshmorit dhe të shokëve të tij të Idealit. Në fshatin Krushë e Madhe janë duke u zhvilluar përgatitjet për ngritjen e kompleksit memorial të dëshmorëve të kombit. Edhe në familjen e Gjafavdis, nëna Bahrie ka ndarë një dhomë muze, në të cilën i ruan shenjat e të birit Hysni e të nipave. Ismail e Bekim Gashi, fitime e Enver Duraku të cilët ja fali lirisë së Kosovës, me dëshirë që Kosova gjithmonë të ketë Hamza e Adema, Luana e Shkëlzena.